Përshëndetje nga Gjermania, unë jam Aurora Dolenberg, drejtuese e Federatës së Mjekëve Shqiptar në Europë dhe sot, në fillimin e muajit tetor, muajit roz për parandalimin e kancerit të gjirit të gratë, dua dhe unë t'i bashkohem thirrjes së Albanian Excellence, drejtuar nga zonja Flora Nikola, për të bashkuar të gjitha gratë shqiptare në të gjithë botën, që jo vetëm që janë të kërcënuara nga kancerin, por që edhe kanë kaluar kancerin e gjirit. Sot ju flas jo vetëm si mjeke, pasi e kam të përditshme time të trajtojmë paciente të cilët janë të prekura nga kanceri i gjirit, por madje edhe si paciente. Vetëm para disa muajsh dhe unë jam operuar më shumë se sa 2 herë për të hequr rrezikun e një kanceri të përparuar të gjirit. Prandaj duaj që t'i bashkohem nesër në Paris me zemër dhe me gjithë forcën time. Paradës së modës që bën zonja Ledia Troci, e cila ekstra udhëton nga Amerika për të mbajtur në Paris këtë sfilat me një më shumë se sa 22 prezantime, modelesh të ndryshme të modës më të fundit, për të treguar që ajo e ka mposhtur kancerin e gjirit, e ka kaluar me sukses të gjitha terapitë e mundshme dhe tani më si një shqiptare dhe një zonjë pa thyer kalon në pasarelat më të famshme të botës dhe ajo pikërisht e Parisit. Kam nderin dhe kënaqësinë të shpreh mbështetjen time totale si mjeke dhe drejtuese e Federatës së Mjekëve Shqiptar në Europë për fondacionin e themeluar nga zonja Flora Nikola me titullin Ngritja. Kështu që ne gratë shqiptare le të ngrihemi dhe pse jo takohemi nesër në sfilatën e modës në Paris me zonja Ledia Troci. Miru takofshim personalisht dhe virtualisht dhe kalofshim sa më bukur nesër në Paris.